Është e drejtë që edhe sot në një botë që flet për liri, barazi dhe të drejta, ende ka njerëz që gjykojnë të tjerët nga pamja e jashtme. Një shami nuk përcakton inteligjencën e askujt. Ngjyra e lëkurës nuk përcakton vlerën e një njeriu. Feja, kombësia apo mënyra e të veshrit nuk tregojnë karakterin, zemrën apo moralin e dikujt. Paragjykimi nuk ndërton një shoqëri më të mirë, ai krijon ndarje, urrëtie dhe gjithashtu padrejti. Në një shoqëri duhet të përparojë kur njerëzit respektojnë njëri tjetrin edhe kur janë të ndryshëm. Pra, koha për të ndryshuar nga pamja duhet të marrë fund. Le të fillojmë të respektojmë, të vlerësojmë njerëzit për sjelljen, dëshmërinë, mirësinë dhe veprat e tyre. Sepse nëse krijojmë një botë më të mirë për brezat që vinë, atëherë ndryshimi fillon me secilin prej nesh, me pak paragjykim, me shumë respekt, me pak urrëtie dhe me shumë humanizëm. A mendoni se paragjykimi është ende një problem i madh në shoqërinë tonë? Ndani mendimin tuaj në komente.